Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be. Gjoni zhurmë në Glabotritës. E përpoja që ne kemi për vaksinën dhe gjimojore të sot. Një shora diku të 5:50 se kemi përshë në mëngjes. Për marit edhe më shumë këmba, nuk më gudzon t'ja prekësh. Në momentin që lëviz, që i dham të qka edhe dhe për qatë. Mëngjesi, ora 4:30 e kisha në krah dhe nuk guxoja të pija në toks, qante shumë. Temperaturë deri në 38, mund të shurut, e besoj që kalojnë sa më vetë. Po mendoja me qenë se në arin e vendosa dhe po rri aty të bëj ndonjë punë, por e shoh që nuk është fare i qetë dhe çdo 5 minuta qanë. Rani ka ikur në sport edhe burri është në punë, kështu që jam vetë. Jo. Që po dole të gjirë? Pas ditët e mua. Dere ka do ike. Sa po jam zgjuar nga gjumi, jemi pas shumë ditësh. Si gjithmonë unë nis vlogjet edhe i përfundoj vlogun. E kam nisur ditën që në ari ka bërë vaksinë dhe përkisht ka qenë data 30 qershor. Po, dhe tani jemi diku të 16 apo 17 korrekt nuk e di se sa është sot, e kam bërë fare si e kohës e ditëve nuk di as edhe një që. Jam mbyllur këtu mes 4 mureve dhe nuk po kuptoj se çfarë bëhet jashtë dhe akoma nuk jam kthjelluar që jemi në muajin e verës. Këtë kafen e kam nisur shumë në mëngjes, unë tani jam zgjuar me gjumi, prandaj jam kështu. Nuk kam bërë asgjë sot, jam marrë vetëm me arin, unë zakonisht gjithë paraditja nuk mund të bëj asnjë punë në shtëpi, sepse në ari zgjohet orën 6:30 dhe deri në orën 12:01 i ka gjumin me drevitje dhe kështu që më duhet të kujdesem më shumë për Noarin dhe e marr me qetësi. Bëj edhe kafe dhe pija avash dhe sot kisha për të bërë edhe content për në Instagram. Edhe më pas kam larë Noarin, e kam vënë në gjumë, kemi ngrënë drekën dhe fjeta dhe unë bashkë me të dhe më ngrita tani edhe nuk kam bërë asnjë gjë dhe të bëjmë bashkë. Kur kam nisur të vlogun, i kam treguar për vaksinën mujorit, ne atë ditë kemi bërë vaksinën edhe e kemi projektuar goxha keq, të them drejtën. Noari ka qenë pafund, edhe momentin që pati çpime, pati 2 në një këmbë dhe 1 në një këmbë dhe nga goja. Direkt sa po kemi ardhur në shtëpi, nuk e vendoste këmbën tonë të fare që ta lija në krevat. Apo tendencia e vetë, të fari blokua këmba, nisur edhe temperaturat. E shkuar deri në 38, kam lejuar që ti shkonte më shumë, sepse kisha frikë e vazhdonte çdo 5-6 orë. Shërup,
E vendin e kam bërë me patate, bërë edhe me ujë dhe me miseshte. Në një tas kam hedhur ujë, kam hedhur miseshte dhe me një nap edhe patatja kam miseshte. Tani nuk di me çfarë të bëj darkën. Dhe duhet të iki për pazare, nuk kam asgjë në shtëpi për të gatuar, kështu që nuk di se çfarë të gatuaj për darkë. Kam 2 muaj e gjysmë që kam lindur dhe kisha harruar që duhet merrja vitamina pas lindjes, nuk e di se çfarë më gjeti, nuk e di se pse e bëra, por që ja. Mbaj mend që me ranin kisha përdorur edhe nuk e di përse nuk u kuptova dhe si u ngatrova me doktorin dhe si nuk ma sugjeruan edhe ata që t'i merrja, por gjatë gjithë kësaj periudhe kam qenë shumë e lodhur dhe nuk e kuptoja se çfarë ndodhte me veten time. Ja lija gjithmonë lodhjes, punëve edhe operacionit. Por ndërkohë nuk kisha marrë vitaminat dhe kam shkuar i kam marrë dje. Diçka që më bëri përshtypje ishte çmimi i këtyre, i kam gjetur online 24.000 lek, kurse këtu në Gramush i mora 30.000 lek. Bashkë me shampun e ranit që unë i përdor, është e Mustellës, atë e kam marrë në parë 12.000 lek online edhe këtu e gjeta 18.000 lek. Do të thënë 2 gjëra dje vajtën 50.000 lek. Nëse mami më është kthyer në Shqipëri, pasi e kam parë shumë shpesh të vi këtë vit, edhe do të them që jo, nuk është kthyer, por po ka ardhur shpesh këtë vit, ka ardhur në fund të prillit kur unë kam lindur në Orin edhe ka ndenjur një javë, pastaj u desh të vinte sërish sepse na la gjyshi edhe erdhi prapë përpara 3-4 ditësh sepse kishim dyzetën. Dhe do vi sëri në fund të gushtit, sepse do luaj Kamila këtu në Shqipëri dhe do vi bashkë të dyja, duke qenë se Kamila është minorene dhe nuk mund të vi vetëm akoma, do e shoqëroj mami. Jam e lumtur? Po jam. Është mami e lumtur? Jo, nuk është. Pak po mendoja që të iknim në Itali bashkë me çuna, por që në Ari nuk ka akoma pasaport. Edhe unë përtoj të darë që t'ja bëj, plus që në gusht nuk jam vlen të ikësh në Itali, sepse janë shumë shtrenjtë biletat, edhe unë e kam bërë vjetë këtë gabim edhe kam argjuar shumë lek vetëm me biletat, kështu që vetëm kur e mendoj që kam ikur me 29 ose me 30 euro në Itali edhe vjetë në gusht më desh të ikja me 500.000 lek. Po, 500.000 lek kemi prerë vetëm biletat për vajtje me traget, por kemi prerë edhe diku të 150.000 lek kthimin, kështu që 600-700.000 lek na ka vajtur vjetë vetëm bileta në Itali. Edhe kur e mendoj këtë pjesën, nuk dua që të ikim në Itali. Në gusht, sigurisht. Të bëj një unboxing guzhina, sepse kam harruar t'i heq një pjesë me plasmas kësaj kanatës këtu.
kush mu i zgjua mua. Ty, o dasuria ime ti, jeta ime ti. Mama që kurizi, u lodhe ti jet, u lodhe ti drit. Shikoni se ca kam? Shikoni? Shikoni se ca kam unë? Kam një lëmë, unë kam një lepuruse, unë kam një lepuruse. O dasuria ime, o jeta ime, o drita ime. A kece nëna jote, o kece në mama jote. O shpirti im ti, o jeta ime ti. I kemi qik të baba? I kemi qik të... Në Instagram kemi ndarë shpesh me mamat që janë me bebe të vogël në lidhje me kolikat edhe dhimbjet e barkut. Noari ka patur dhe vazhdon t'i ketë akoma dhe sinqerisht është faza më e keqe kur ke një bebe me dhimbje barku. Ai qanë, vërtet, ullëret dhe ti nuk ke çfarë ti bësh. Me sa kam kuptuar, as ilaçi nuk i bën punë, as masazhi, përveç makinës. Këto 2 muaj, na të bënim xhiro me makinë, sepse vetëm ashtu mund të qetësohej disi. Diku, me një postim në TikTok në mos gaboj, kam parë komente të tipit që dhimbjet e barkut vinë nga vitamina D, që bebe duhet ta përdorin deri 3 vjeç, të paktën kështu na ka sugjeruar neve pediatra. Vendosa t'ja ndërpres dhe 3-4 ditë dhe sinqerisht nuk ka patur as edhe një dhimbje barku. Ndoshta është edhe ajo arsyeja, domethënë është vitamina D, nuk di të them. Unë dua të flas vetëm nga eksperienca personale se çfarë ka ndodhur me bebin tim, kështu që mos më merrni të gjitha për bazë, por thjesht dëgjojeni dhe bëni si të doni ju. Ndërpreva disa ditë dhe pash që nuk kishte dhimbje barku. Dje ja kam rinisur sërish. Në darket, Noari ka qenë me dhimbje barku gjithë natën. Dhimbjet i fillojnë çdo natë në orën 11 të darkës dhe i zgjasin mbi 3 orë. Kështu që ato 3 orë, çdo gjë do bëj të vetën, është e kot që të mundohesh të japësh ilaç apo ku ta diun. Një javë munduar që t'i krijoj një rutinë dhe risht më ka shpëtuar. Nuk e di se sa do ta mbajmë. Dhe njëjtën kohë unë duhet t'ja përdor vitaminën D. Jo çdo beb është njësoj dhe jo çdo beb do ta ketë rutinën e gjumit ose fjetjen ose zgjimin në të njëjtën orë. Mos e mendoni kurrë këtë gjë, por thjesht mundoni që të krijoni rutinën tuaj. Çfarë më ka ndihmuar mua për të krijuar këtë rutinën ishte që unë lexova diku që bebi duhet të rrisë zgjuar 60 ose 90 minuta. Më pas, me shenjën e parë që të shikoni, duhet ta merrni dhe ta vendosni në gjumë, sepse nëse i kalon ky orari, do jetë shumë e vështirë pastaj për ta vendosur në gjumë. Orari zgjohet në mëngjes diku nga ora 6:30 dhe deri në orën 12 të drekës e bën me dremitje, siç e thash edhe çfarë. Këto intervalet janë 1 orë zgjuar, 1 orë në gjumë deri në orën 12. Në orën 12 pastaj e marr bëj dush, ja për të pirë dhe vendos te karroca. Neve akoma nuk kemi një krevat për Noarin, kështu që unë e mbaj në karrocë. Mbas dushit, flet diku te 4-5 orë gjumë, sigurisht që me zgjime, sepse i jap për të pirë. Kasoria ime. Tani që është ora 7, Noari është i zgjuar, sapo doli jashtë, unë ta marr të ndroj dhe do ta vë sërish në gjumë mbasi të plotësoj 1 orë zgjuar. Dhe Të do. Okej. Shpir. Birë.
Dhe si të shikoni, tani nuk është i qetë dhe ka dalë, kështu që duhet ta ndërroj dhe të laj mbyçën. Okej, unë tani e vendos sërish në gjumë dhe pastaj zgjohet diku nga ora 8-9, kështu që pastaj nuk e vendos më çdo një orë, por derisa të ikim të flejmë të gjithë, që shkon diku te 2 orë zgjuar. Ikim flejmë të gjithë gjumë, flej edhe në arja dhe pastaj flej qet edhe natën. Cuni këtu. Qa beri cuni im këtu? Bele kake? Ja. Nuk e që ka për mami për vlogu ti. E ti tio. E ti tio. E ti tio. Trego që se e qeter. Wow. Ne trego pak vetullën. Wow, për ke parë këtë më? Që? Të modelin kështu. Të modelin. Kush e bërë këtë vetullën kështu? Noizi. Noizi. Dhe Ronaldo. Po ti se ke qef Noizi? Dhe Ronaldo. E bërë dhe Ronaldo? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kam I natë këtu. Po pse? Po më i varur. Po s'ka gjë, se që të bëjë? Jak baluke ato. Po s'dua të më rinë ashtu. Po ta presi e këtë, ty të delë shumë keq ma. Ja, supozohet që ti ngresh kështu anash. Ma më e bë. Ne trego që këtë fashën që ke vend të dore. Po kjo për qa është? Për futbol. Po qa bën ajo? Qa bën? Në balet. E mbajnë gjithë futbolistët atë? Po jo në gjithë. Ata që kanë, ata që s'kanë. Ata që kanë. Kjo është këndërëdhë. E po mund të... E, se kam dërëdhë për atjera. Më duhet të bëj një video në lidhje me një bashkëpunim që kam në Instagram, por gjejeni pak, Noari nuk më lë. Dhe vetëm vërtet. Vërtet. Kush vërtet? Kush vërtet? Ti i vërtetëre? Ti i vërtetëre? Ti i vërtet? Ti njëri u vogël. Ti njëri u vogël. Ka që vogël ti dhe vërtet. Ka që vogël ti dhe vërtet. Si shikon vetëm. Ku jeti?